Emocionet janë energji në lëvizje. Ato lëvizin trupin tanë, formojnë fushën tane dhe ndikojnë në mënyrën si e përjeton jetën. Emocionet që të ngrejnë lart janë dashuria, gëzimi, mirënjohja, shpresa. Këto emocione hapin zemrën dhe forcojnë trupin dhe rrisin vibrimin tanë. Emocionet që të ulin energjin janë frika, zemrimi, faji, trishtimi. Këto emocione e ranojnë trupin dhe bllokojnë dhe ulin frekuencën tane. Njëherë fillon menimi, pastaj emocionet, po ka një sekret. Nuk je ti emocionet e tua, ti je vëzhguesi që ka fuqin ti ndjej, ti pranoj dhe ti transformoj ato. Si, lejo emocionet të shfaqen, pa gjykim. Pyet veten, çfarë mesazhi më sjell ky emocion? Merr frymë thellë dhe zgjidh ta lëshosh me dashuri. Shembuj transformimi. Frikë kalon në besim. Zemrim, forcë për ndryshim pozitiv. Faj, falje dhe lirim i zemrës. Trishtim, hapësirë për dashuri dhe shërim. Kujto këtë. Emocionet janë valë që vinë dhe shkojnë. Ti je oqeani i qetë që i mban ato. Zgjidh gjithmonë të ushqesh emocionet që t'japin dritë dhe të çojnë lart.